Bravo, Ana, me të vërtet ki talent për muzike, dhe kur jemi te konga, na arsyeja pse jemi taku sot është konga jote e re, që ja ke dediku Baba Dimrit. Po. Që është erdhi ideja, se djetori gjithmonë është inspirues i festave të fundvitit. Kush ta ka shkruajtur tekstin, muzikën? Po, kjo është një cover i Besa Kogdhimas që e ka bërë, edhe më ka pëlqyer kënga shumë e bukur, shumë festive dhe shumë e lumtur diqysh, edhe besoj që për çdo fëmijë, Baba Dimri është një, si me thonë, është që shpreh çdo lumturi te çdo fëmijë, dhe unë gjithmonë kam besuar në Baba Dimër, dhe festa e fundvitit është njëra prej festave më të favoritet të mia, dhe gjithmonë e festoj me gëzim, edhe mendova që çdo fëmijë e feston vitin e ri dhe ose edhe Krishtlindjet me gëzim, dhe mendova edhe si unë mund të jenë edhe ata dhe t'ja u dedikoj një këngë. Po, në ndërkohë para sa të ndëgjojmë këngën, do t'ja bësh një klip këngës ose ki plane me marrë pjesë në programe festive, tash çu janë planet e anës? Kam plane të ndryshme me marrë pjesë në programe të ndryshme, në televizione të ndryshme, në RTK e të tjerë. Nuk është vendosur ende për klipin, po besoj që në vazhdimsi edhe do të vendoset se çka do të bëj, po një klip gjithçysh po besoj që do të. A shkruan ndonjëherë tekste për veten, apo i merr zakonisht kur të bën këngë i merr të? Po, tash jam ende e vogël edhe sigurisht i marr, edhe shumicën ndihmon edhe babi, se njërën prej këngëve kur jam qenë më e vogël e maj mend që babi e ka shkruar. Po ka ndihmu, edhe shumicën e ka shkru, edhe po ashtu edhe unë ka njëherë i kam një fletore edhe ndonjëherë shkruaj edhe tekste, edhe anglisht, po edhe shqip. Dhe do me thonë inspirohem dhe më vinë ide të ndryshme, po basi jam ende e vogël, ato këngë nuk ndoshta mund të realizohen në të ardhmen.